Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Allahun azza wa jall e lavdrojmë, atë e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, e madhrojmë Allahun azza wa jall, krijuesin e gjithësisë, mëshirëplotin, mëshirbërësin, sëndusin e ditës së gjykimit. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush përveç tij, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është të rëbë dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sonte me lejen e Allahut azza wa jall do të flasim për tregimin e një populli të cilin e ka përshkruar Allahu azza wa jall gjendjen dhe rastin e tyre në Kur'an, kur ka treguar se një popull i cili besonte u dënohej me vdekje nga pabesimtarët për vetmin arsye se ishin besimtar. Qutila ashabul ukhdud, u vran ata besimtarët në një hendek të cilën e hapën ekskluzivisht për të dënuar besimtarët me vdekje, duke dhezë zjarr në të dhe duke hedhur një nga një. I vetmi krim i tyre ishte wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Nuk i kanë dënuar apo nuk i kanë gjetë vërejtja asgjë atyre, vetëm se kanë besuar në Allahun e plotfuqishëm dhe të lavdruar. Kjo është vetëm krimi i tyre. Mirë po besimtarët, subhanallah, preq që e kanë mëkatin e kufrit të tyre, disa prej tyre kalojnë këtë edhe i bashkojnë dy të këqija, edhe kufrin edhe krimin. Edhe janë pa besimtar, edhe bëjnë krime, si në rastin konkret, kanë vranë njerëz bi ghairi haq, pa kur far drejte, pa kur far mëkati, pa kur far krimi. Vetëmja çështje që u akuzanin e që realisht ajo nuk është akuzë, po është nder për njeriu dhe shpëtim që beson njeriu në Allahun azza wa jall. Mirë po, ky tregim e ka një ngjarje pak më interesant. Se kjo që fillum tashme e tregu që e cejnë Kur'an se këta njerëz jenë ekzekutue në këtë hendek me zjarr për të vetmin mëkat, që s'është mëkat besimin në Allahun azza wa jall, i ka paraprin një ngjarje tjetër e një djalit besimtar. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na informon se ishte një mbret në ummetet e mëhershme, i cili e kishte bashkëpunëtor një magjistar, një sihirbaz, i cili ishte shtyr në moshë dhe kërkon prej mbretit që t'ja sjell një djalosh të ri, disa transmetime që t'jetë domethënë inteligjent, që t'ja mëson këtë profesion dhe të trashëgon atë të gjenerata e radhës. Edhe mbreti ja sjell, domethënë një djalë që t'i bëhej nxënës atij, mirë po ky djali rrugës duke hapur shtëpisë deri në pallatin e mbretit ku ishte ky magjistari, në rrugë ishte një njeri i udhëzuar, besimtar, i devotshëm dhe adhurues i Allahut azza wa jall, dhe ky djali bjen në kontakt me të. Edhe ulte dëgjonte prej tij. Mirë po uanonte
kur u vanonte, domethënë duke shkuar e dënonte magjistari sepse e vanuar. E kur u kthente te shtëpia e dënonin në shtëpi sepse e vanuar, ama realisht ky gjatë rrugës, edhe duke shkuar, edhe duke kthyer, u ndalte dhe mësonte prej këtij dietarit. E vjen i ankohet këtij dietarit dhe i thotë se po më ndodh kështu, po më dënojnë të shtëpia kur po vanohem se po qëndroj me ty. Mirë po më dënon edhe magjistari kur po vanohem te ai se po qëndroj te ti. E ai e mëson dhe i thot se kur shkosh te magjistari me vonesë, thuaj më kanë penguar apo më kanë vanuar familja. E kur kthehesh te familja, kur të pyesin se pse e vanuar, i thua se më kanë vanuar, domethënë më ka vanuar magjistari. Edhe kështu vazhdon, edhe një ditë duke ardhur rrugës, e shen një kafshë të madhe, e cila ja u kishte nxënë rrugën njerëzve. Edhe ky djali i erdhi një shans e mirë, edhe tha do të provoj se cili është duke thënë të vërtetën. A është duke thënë magjistari, a është duke thënë dietari i devotshëm. Edhe e merr edhe e gjun atë kafshën, mirë po para se me e gjujt, thot, o Zot, nëse është çështja e dietarit e vërteta, atëherë e largon këtë kafshë për rrugës, edhe thjesht e gjuan, e godet, e vret dhe largohet dhe i lirohet rruga për njerëzve, rruga njerëzve. Masandej, domethënë e din që është edhe si nxënës i magjistarit dhe në disa mendojnë se këtë e bëri, domethënë me fuqinë që kishte mësuar te magjistari, po nuk ishte në gjë e tillë, dhe kur vjen, domethënë i tregon dietarit se çka ka ndodhur, edhe i thot dietarit se tash je bë më i Zotit se unë, mirë po ki kujdes se ki me u sprovu, mirë po mos se informo askënd, domethënë për mu. E kështu vazhdoi ky djaloshi që me lejen e Allahut Azza wa Jall të i shëron edhe të smurit, edhe ata që të kishin lebroz, edhe thjesht t'ju gjente njerëzve me lejen e Allahut Azza wa Jall shërimin, edhe kishte dëgjuar një prej këshilltarëve të mbretit për rastin e tij, dhe merr dhurata të mëdha dhe i sjellte ai, i cili ishte bërë i verbërt. Ai i thot gjithë këto dhurata që po i sheh janë tuat, në qoftë se më shëron. E ky djalosh i thot se unë nuk jam duke shëruar. Zoti është ai i cili shëron. Mirë po qoftë se beson, do të luti Allahun Azza wa Jall që të shëroj. Edhe ai bëhet besimtar, e djaloshi bën lutje për të, edhe me lejen e Allahut Azza wa Jall i kthehet të pamërit. E masandej, kur e sheh domethënë mbreti këshilltarin, thot e pyet rastin se çka ka ndodhur, i tregon se më ka shëruar Allahu Azza wa Jall, i thot se a ka zot tjetër përveç meje, thot po është Zoti im dhe Zoti yt, ai i cili domethënë më ka shëru, edhe kupton se ky nuk qenë ka më pa besimtar, me që ka bë musliman dhe ka qenë besimtar, dhe e merr me sharr edhe e godet edhe e prin dy pjesë. E masandej i bin fill, domethënë se djaloshi është burimi i besimit, e masandej i bin në fije, domethënë se burimi i besimit djaloshit është dietari, edhe e marrin dietarin, edhe atë i kërkojnë që të kthehet, edhe të distancohet prej besimit të tij, mirë po ai vazhdon, edhe ky përfundon me vdekje, e vrasin duke e çajt me sharr për gjysmë, ndërsa kur të sillin djaloshin, i afrojnë edhe djaloshit që të pendohet dhe të kthehet, mirë po ai refuzon, edhe i merr mbreti, thot merret disa ushtarë dhe hypën në një kodër dhe hedhën prej atyjet, mirë po kur shkojnë atje, domethënë në kodër djaloshi bën duaj, thot o Zot, më shpëton prej këtyre dhe kësaj ushtrie, toka dridhet ata bine, ky shpëton e kthehet te mbreti, masandej e urdhëron disa ushtarë me marr në anije edhe me çuçi me hedh në deti, mirë po prap domethënë kërkon lutje, domethënë pe Allahut dhe lut atë që të shpëton, ata fundosen e ky djali, domethënë kthehet shëndosh e mirë te mbreti, edhe në fund i thot djaloshi se nëse don më vra,
mbledhi këtë njerëzit në shesh, edhe merre një shigjet për shigjetave të mija, edhe fute në hark, edhe kur dënë të hedhësh, të më goditësh, thuaj në emrin e Zotit të këtij djaloshit. Atëherë do të më thënë, vrasësh. Edhe ai vepron ashtu siç e udhëzon djaloshi, e mbledh njerëzit në shesh, e merr shigjetën e djaloshit, e thot në emër të Zotit të këtij djaloshit, edhe e hedh, dhe djaloshi vdes, mirë po rezultati arrihet nga se djaloshi kishte qëllim kur domethënë e qiti në shesh edhe të thot këtë fjalë, se kuptuan këtë njerëzit se ky është një njeri i thjesht, çështjet janë dorë të Allahut Azza wa Jall, dhe vetëm se me emrin të Allahut dhe me fuqinë e tij ndodhin gjërat, edhe bëhen besimtar shumica aty njerëzve që e pan këtë ngjarje, mirë po çështja gjithmonë është ajo betejë mes kotës së të vërtetës, mbretjet dhe ushtrisë e tij në anon, edhe besimtarët në anën tjetër zakonisht që janë të dopt, edhe i çelin këto hendeke që e ceka në fillim, edhe i dhezin me zjarr, edhe fillojnë të hidhin një nga një, derisa vjen ai rasti i asaj grus, e cila ishte me fëmijë në dorë, e edhe hedhin një nga një, e kur vjen mja marrë dorë, domethënë fëmijën prej domethënë krahu, aty thjesht dëpsohet, mirë po flet djali si fëmijë dhe si foshnjë që le të vazhdon, se domethënë takimi jonë është xheneti. Ky është domethënë tregimi që mundoha me e treguar në pika të shkurta, këse këtë hadith e transmeton Muslimi në Sahihun e tina, e transmetojnë edhe Imam Ahmedi, Tirmidhiu, edhe domethënë në për koleksionet e tyre, transmetime të ndryshme. Njëri prej tyre është Suhejb ar-Rumi. Suhejb ar-Rumi është një sahabive të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që edhe ai ka pas fatin e njëjtë, domethënë sprovës kur është shpërngul, domethënë prej Mekës, si kanë thonë dhe kanë afruar që nëse do me të liru me shkutin në Mekë, këtë pasurinë që e ka lënë në Medinë, këtë pasurinë që e ka lënë në Mekë na tregosh, edhe hiq dorë vetëm që me shpëtua dhe me shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po domethënë se ka një lidhshmëri mes transmetuesit të këtij hadithit edhe ngjarjes, domethënë se ne ka transmetuar, që tregon për rastin e këtyre besimtarëve, të cilët Allahu Azza wa Jalla i kishte nderuar me udhëzimin e besimit, mirë po udhëzimi i besimit e ka kostën e vet, i ka provat e veta, edhe thjesht kërkohet për besimtarët me pas qëndrueshmëri, me pas sabër, se Allahu Azza wa Jalla shërblen për këtë. Do të mundohem, domethënë edhe sot, edhe në ligjëratat e radhës, me ndonë ndoshta në 2 apo 3 pjesë, domethënë këtë tregim, me marr ndoshta fjalë për fjalë, me i tregu disa dobi që njeriu ka mundësi me i kap për i këtij, domethënë tregimi, se me të vërtet është tregim preks, është tregim i vërtet, që ne ka transmetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e njëra prej formave të edukimit pa dyshim është çështja e tregimeve, që njeriu me tregime thjesht me përcjell mesazhe, me përcjell një ori dhe informata të personat të cilët dën, domethënë ti edukosh apo ti mësosh apo thjesht ti vedisosh për një çështje të caktuar. Edhe këtë e ka përdorur edhe Allahu në Kur'an, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për hadithet e tina, mirë po ajo që duhet me pas konsiderat është që thjesht mu vërtetue të çështja e tregimeve 3 gjëra. E para, me kon tregimi i vërtet, qofse në Kur'an dhe Sunet të vërtet, atër s'ka dyshim. Mirë po, jo domethënë me tregu tregime, edhe ndoshta me kon shumë domethënë tërheqëse, domethënë me pas ndoshta shumë mesazh të mirë po kur e shet tregimi është domethënë i trilluar dhe nuk ka kurfar domethënë autocinteti saktësie. Pra thjesht çështja e parë që duhet me ditë, duhet me pas konsiderat që thjesht me kon tregimi i vërtet. E dyta, tregimi me pas dobi në të, që njerëzit me përfitu dhe me kuptu një mesazh i cili ju ndihmon që thjesht të përfitojnë prej përvojës të atij tregimit në jetët e tyre.
Përndryshe nëse ka tregim i cili nuk ka kurfar mesazhi dobishëm, ndoshta përkundrazi, ka mundësi me pas mesazh negativ, që thjesht ka mundësi të mëson gjëra të këqija, apo ndonjë krim, se e sheh edhe tash shumë për njerëzve thonë kur është pyetur se pse ka bë këtë, të ka pa ose ndonjë film ose ndonjë tregim se si është vepruar dhe për aty është inspiruar, apo aty i ka mësuar detajet se si me ekzekutue atë krim. Pra çështja e dytë të tregimit, për që duhet me qenë sakt, në pas mesazhin e dobishëm, jo negativ. Edhe treta, të tregimet duhet me pas një farë doze të përmbajtjes edhe mu tregu me mas. Thash pejgamberi sa ka treguar tregime, por nuk ka qenë kjo, ajo që ka qenë dominante në këshillat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa i cili e sheh jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e sheh se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndonjëherë ka treguar tregime. Ndonjëherë ka dhënë informata që kjo është halal, që kjo është haram, kjo është tauhid, kjo është shirk, kështu me radhë. Ndonjëherë ndoshta është pyetur, është përgjigjur. Ndonjëherë është ai që ka pyetur, ai masandej është përgjigjur. Ndonjëherë ka ndodhur ndonjë mosmajtim mes besimtarët, ai ka ndërhyer e ka treguar të vërtetën dhe gjykimin e saktë. Mirë po, nuk ka qenë traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që në formë përgjithshme, thjesht me kon me tregime, nga se thjesht njerëzit ndonjëherë sikur e tepërojnë në këtë çështje edhe i te kalojnë kufit e normales. Kjo sa i përket pikës parë që kanë të bëj me atë se një prej formave të edukimit, bartjeve të mesazheve dhe informacioneve të dhënave është përdorja e tregimeve. Çështja e dytë është çështja e mbretit edhe çështja e sihirbazit apo magjistarit. Mbretërit gjithmonë, edhe në kohën e lashtë, edhe në kohën e bashkohore, përdorin forma të ndryshme me shtri autoritetin e tyre. Ndonjëherë kanë pasurinë, ndonjëherë kanë dhunën edhe dënimin e terrorin, po ndonjëherë i përdorin edhe këta sihirbazat që me i nështru njerëzit, me i friksu që me qenë lojal dhe dëgjueshëm ndaj tyre. Thash, për të tregon këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po njeriu nëse fillon edhe me bën një analizë, e sheh se pothuajse të gjithë njerëzit të cilët kanë pushtet, këto hile i përdorin, këto metoda i përdorin, ose me dikon shkopin, ose me dikon, i joshin përmes pushtetit, apo përmes pasurisë, ose edhe përdoren kësi lajkash me sihirbaza, me njerëz të ndryshëm, me të cilët faktikisht ose i friksojnë, ose i devijojnë mendja lehetit. Mirë po, e veçanta në këtë tregim është se tregon se kur është plak ky sihirbazi dhe ky magjistari i cili është ndihmëtar dhe alati i mbretit, peshe që mosha është arritur, është ka fundit, dënë me elan trashëgimi këtë profesionin e tina. E që kjo është fatkeqësia më e madhe se njeri i keq, edhe të vdek, edhe që e din se kur farë dobije nuk ka, pra e soj që ka jetuar edhe ka e shfrytzuar njerëzit për mes ati profesionit, mirë po qaq është mishru me të keqen e tina, sa që dhe në prag vdekjes nuk ka mundësi me unda pe i saj, mirë po lyp me lanë një trashëgimtar, si në rrasë konkret kur pja lyp këtina, dhe ma thonë mbretit mja që një djallë 3, që mja mësu zanatin, mja mësu profesionin, edhe me e trashëgum këtë qështje që thash është e keqe, është kufër, është dhe ma thonë dhe ajet që është ndesh me Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, ajo që po du me thonë për kësajnë është se qofse një njeri i keq, në prag vdekjes e ti, e gjenë kurajën për me e bartë misionin e keq, edhe profesionin e vetë të keq me lanë trashëgimi, atër si duhet me qenë qasja besimtarit, i cili e ka të vërtetën, e që e shohem shpesh din me konë dembel, edhe me hezitu, edhe mos me konë aktiv,
thjesht që njerëzit me i thirrën të vërtetën. Ky e ka të kotën të vdek, që jetojmë ne, me një kam këtë dunja, me një kam në ahiret, edhe don me lënë të keqen trashëgimi. A besimtari ka të vërtetën, edhe shet të plagësht, e shet dopt, e shet neglizhent, e shet domethënë dembel, edhe thjesht nuk është aktiv sa duhet me e bart, domethënë vërtetën, edhe këtë dritë me e shpërnda të njerëzit në përgjithësi. Mi kërkon një djalë të ri, se thjesht domethënë dihet se të rit janë ata që kanë mundësi me akseptu gjërat më mirë. Thjesht tojnë dietarët se nuk është dija si në rini, si në pleqni. Pra çdo herë njerëzit kur kanë dashur me bart, domethënë një profesion të tij apo një detyri të tij, edhe me lënë trashëgimi, kanë zgjedh njerëz domethënë që janë të rinë mosh, të cilët janë të zgjuar, nga se i riu i kap informacionet më shpejt, e para. I riu ato që i kap i mon men, edhe nuk i harron. Ka mundësi një njeri që është në mosh i kap gjërat i shpejt se i riu, mirë po nuk mundet mi majt men si i riu. E i riu edhe i kap senet shpejt, edhe thjesht ato që i kap në vëzhlije, zakonisht mbeten ashtu të nuk harrohen. Edhe treta një njeri i cili e mëson një çështje në rini, zakonisht mishrohet dhe i pjeket ajo punë dhe i bëhet si natyrshmëri dhe i bëhet tabiat që i thojmë na. Përkundrazi një i vjetër i cili ka mundësi se kap shpejt, po nëse kap shpejt e harron, nëse kap shpejt e se harron, realisht aty për aty domethënë po realisht kur nuk i bëhet një veçori dhe një cilësi domethënë që faktikisht me të ndërton personalitet apo edukohet domethënë me të. Rrugës për me arë pejtë të familja, të pallati mbretëror me mësu të kjo magjistari, Zoti e lën një njeri të devotshëm, një njeri domethënë të dijshëm, që të bjen kontakt ky djali me të, edhe që të mëson të vërtetën, edhe të mëson besimin, edhe pse realisht rrethi edhe atmosfera ku jeton edhe në shoqërinë familjare, edhe në pallatin mbretëror ku tash ishte i përzgjedhur me shkuë, realisht ishte një atmosferë tjetër krejt, ishte në atmosferë kufrit, atmosferë mëkati, atmosferë sihri, magjie e kështu me radhë. Mirë po Zoti kur don ndikon me udhëzu, ja domethënë lehtëson sebepet. Ky djali ka mujt me ka pas edhe rrugë tjetër, po Zoti ka dashur ka çu çat rrugë që marron kontakt me këtë dietarin. Kjo para si kur dështë Allahu me tregu se nuk lën kohë dhe vend pa pas njerëz të hajrit që e përçojnë mesazhin e Allahut Azza wa Jall dhe e përçojnë të vërtetën si në rastin konkret domethënë të ky djali. Ka dëgjuar prej tij dhe i ka pëlqyer fjala e këtij dietarit. E këto thënë dietarët se nëse një njeri e ka një të vërtetë, e din një mesele dhe din që është hak, le të thot edhe mos të nënçmon as veten as dëgjuesit se din ndoshta një fjalë e thu të mirë që dëpërton zemrat e njerëzve, edhe ka mundësi me lënë gjuhën pashlyeshme që diku na mja ndru jetën për 180 shkallë dhe thjesht me ndru këtë çastin jetësore. Edhe tash e shohim sa njeriu është udhëzu, ndoshta një hoxhë ka dëgjuar, një ligjërat e ka dëgjuar, apo një fjali pe atij hoxhë e ka dëgjuar, edhe u bë sebeb që alhamdulillah mu përmirësu edhe thjesht mu largu edhe mu pendu edhe me e lënë jetën e keqe që ka qenë të devijuar para kësaj kohe. Prat, ky djali e ka dëgjuar një fjalë, të i fol ky dietari disa fjali, edhe thjesht i kanë pëlqyer edhe u bë sebeb me e udhëzu Allahu Azza wa Jall. Mirë po tash e tregon sfidën e radhës. Sfida e radhës është thëtë se duke shkuar rrugës pejt e shtëpia, u nalte te ky dietari, pasandej vazhdonte domethënë me shkuë te magjistari. U vanonte për të shkuar te magjistari, e magjistari e dënonte. Kur u kthente pejt e magjistari, u nalte prap domethënë te dietari, e masandej vazhdonte rrugën për të shtëpia, prap u vanonte te shtëpia, edhe domethënë e dënon në shtëpia sepse vanuat. Ndjon ti dënuar edhe te magjistari, edhe te shtëpia për shkak të vonesës së tij, e shkaku i vonesës së tij ishte se u takonte domethënë me dietarin, e tash vjen dhe ja çon hallin dietarit.
se shet se është njeri i urtë, njeri i dishëm, edhe ndoshta i gjen hall. E përkat njeriu i cili Zoti i ka dhënë pak dije, edhe vjen dikush që ja çon hallin, duhet me i bë zgjidhje, aq sa ka mundësi, aq sa din, aq sa ka mundësi edhe me ja lehtu, se kemi me pa domthonjë se ja lehtën dietare, i thot domthonjë që kur shkojsh te magjistari thuj më vanu shtëpi, kur kthehesh shtëpi vonë thuj më vanu te magjistari, faktikisht i bën zgjedhje, nga se në këtë rast kjo është gënjeshtër. Me thonë një vanu të magjistari, si vanu të magjistari, është gënjeshtër. Me thonë një vanu shtëpi, nuk i vanu shtëpi, është gënjeshtër. Mirë po në kësi raste, është hall në cilën shariatin tonë Zoti e ka leju. Do më thonë edhe në qoftë se vjen njeriu kur ka nevojë me rujt fenë e tij, pasurinë e tij, derën e tina, qoftë tina apo dikujt tjetër, i lejohet me gënjy. Qoftë se një njeri që tash vjen dhe aty të kërkon, edhe ti e din që është ai hajdut që vjedh, edhe ju ja ka mësuar një shtëpi e caktuar me vjedh, edhe ja din ti cila shtëpi po don, edhe të vetë cila shtëpia e filonit. Nuk është as logjikës, as pefes me thonë që ç'kia shtëpia, domthonë filonit se realisht jetë udhëzuar, realisht të targeti ku po do me shku me vjedh. Po thjesht nuk mundesh me thonë nuk e di, apo në sens jam me këtu e kështu me radh, edhe pse realisht e din se e ki për qëllim me mbrojt domethënë nderin edhe pasurinë e tij personat që ty ka mësy, apo po do me myt filonin se din cila është filoni, e pyet cila është filoni, ti thu se di, edhe pse ti e din cila është filoni. E në rastin konkret, ky djalë domethënë ka hall se po e mëson të vërtetën, po e mëson imanin, po e mëson besimin, mirë po ka një problem. Për shkak të vonesës po dënohet edhe për familjes, edhe për atje, domethënë të magjistari, edhe dietari jep zgjidhje, edhe zgjidhje të lehtë përderisa ka mundësi me pas lehtësim. E për këtë njerëzit që thjesht ndonjëherë pyeten, qoftë ata xhallar, po ka herë edhe xhamati pyeten, i dhajnë ndonjëherë dhe përgjigje të vështira e me ditë shariatin e kupton se shariati ka lënë lehtësimin ndosane. Se vjen një njeri që tash thot jam për rrugë, edhe çat rrugë ku po shkoj nuk kam ujë vetëm se pak. Qofse marr abdes, së mbetet ujë me pi. Qofse pi, s'më marr abdes. Ç'është më bë? Po shumë e thjeshtë është kjo punë. Qofse është puna domethënë që ki pak ujë dhe ki nevojë për jetën tonë, atëherë pije ujë për shëndetin tënd e ka lë domethënë në tejmum se Allahu azza wa jall ka lënë necim në këtë rastin konkret domethënë çfarë halli pas këtij. E si shembull po e cek ose ka plot raste që realisht në jetën e njeriu, domethënë njeriu ballafaqohet me probleme, edhe dikush orientohet që me gjet hall, mirë po se gjen hallin se ose nuk e ka çon kokën fare hiç, mi dhon zgjidhje ose edhe nëse domethënë ka çef me udhëzue, nuk e din se si me udhëzue, edhe se nuk e din se ndoshta ndonjëherë në raste të caktuara ka edhe lehtësime, si në rastin konkret çysh i ka dhënë dietari lehtësim këtij djalit që më thon si jam vanue te magjistari apo jam vanue domethënë te shtëpia. Nuk e shkuar rrugës si ditë për ditës, e shën një kafshë të madhe, e cila u kishte bllokuar njerëzve rrugën, edhe thjesht këtu nuk ka në hadith se çfarë kafshë është, ka transmetime, ja ka qenë ashtu, por nuk ka ndonjë transmetim të vërtet, a ka qenë luan, a ka qenë domethënë ndonjë gjarë për një madh apo diçka tjetër, po diçka që i ka shqetësuar njerëz kanë mujt me kalu, është shumë e vërtetë. Këtu i ka ardhur shumë se djalit me vërtetu çështjen se cila është e vërteta. Ku është e vërteta? A është me magjistarin? A është me dietarin? Nga se realisht këto dy çështje nuk bashkohen. E vërteta dhe kota nuk bashkohet. Çështja e magjisë edhe sehrit që e mëson, me çështën e imanit që të mësu dhe dietari, domethënë njerit i logjikshëm e din se dy sene janë domethënë që s'bashkohen. E fatkeqësia tash për marrë një shembull është se njerëzit kajherë shkojnë në xhami ose ndëgjojnë filan hoxhën, edhe thjesht nuk mundet mu bind pejtina se realisht që kjo rruga e fesë nuk bashkohet që njeriu me dal kafeteri natën, mu përzi gra e burra, mu ullë tavolin ku pijet alkoholi, e shumë gjëra tjera se realisht këto dy sene janë ndesh.
ose ki problem ti si e tu i kuptu gjërat, ose qaj që tu të mësu që atë fejnë tone, nuk të ta mësu që duhet se realisht nuk ka mundësi me ka njeri edhe fetar, edhe i uzum, edhe i devat shumë, edhe mos me pa kur fa kontraditje, dhe më thonë për mëkateve që njeri ka mundësi vazhdimisht më ekspozu dhe i tyre. Pro thjesht, djalosh ka qenë, i ri ka qenë, e ka pa që këtë që të mësu të sejrbazi, është diçka, këtë që të mësu djetari diçka tjetër, këto dyja së përbashkohen. Atër ka o shanca me përvu se cilë e ka të vërtetën. Ama zamra pjanën gjithmonë se djetari e ka të vërtetën, e thot o zët qofë se djetari ka të vërtetën, e jo sejrbazi, atër largo këtë kafsh edhe gjunë edhe dhe më thonë e mytë atë kafsh. Edhe kuptën se vërteta që në ka me djetarin, e jo, dhe më thonë me sejrbazin, mirë po pse ka i anu zemra ka djetare, nga se realisht e vërteta, përveç argumenteve që njëri ju ka mundësi me t'i dhonë tyje, qoftë nga Korani, qoftë nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, qoftë dhe më thonë nga argumente logjike me të bindë se ku është e vërteta, realisht e vërteta gjithmonë përkën me natyrshmërinë e njeriut. Zemrat flenë të e vërteta, dhe më thonë të vërtetën, mos më gëny, me koni sinqert, zemrat flenë të që kjo punë, me koni njeri munafik, me koni njeri që rrenë, zemrat flenë këtë punë, me koni njeri cili je familjar, e përkujdesesh për familjen tënde, edhe i rrin gati dëmon grus tënde, prindve tu, fëmijëve tu, zemrat flenë këtë punë, me koni njeri i përdalt, që këtë njerëzit të shojnë sherrën, familja, gruja, fëmija, prind, dëmonë e sene, dëmonë zemra së flenë këtë punë, natyrshmëria së flenë këtë punë, se Zoti e ka programu njeriu që ashtot, që e din se ku është e vërteta, ku është e kota, të flenë zemra ka e vërteta, edhe thjesht njeriu domethënë e ndjen veten se s'është tu një rahat dhe i qetë, domethënë me të kotën edhe të pavërtetën. Po thjesht don me provu, edhe Allahu azza xal jam mundësën se me pa këtë argument të qartë, edhe e vronat kafsh, larohet për rrugës edhe thjesht e kupton se e vërteta që ka me imonin, me djetarin, jo me sehirbazin, ndoshta këto po domethënë dalemi, e do të vazhdojmë domethënë në ligjëratat e radhës me i shkoqit këto dobi që mundëm i përpetu për këtij tregimi, se thash është tregim madhështor që na ka informuar për të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me deri atëherë mbeqet nën përkujdesin e Allahut wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.